Tabloidi britanik The Sun raporton se Europa dhe Britania e Madhe mund vendosin një flot prej 120 avionësh luftarak për të shmangur raketat ruse edhe për të mbrojtur hapësirën ajrore të Ukrainës kundër Vladimir Putinit. Plani i mbrojtjes i njohur si operacioni Mburoja e Qiellit do të çojë avion luftarak nga forcat ajrore europiane dhe ato britanike të formojnë atë që quhet zonë mbrojtjes së integruar ajrore. Operacioni do të drejtohet nga pilotët më të mirë nga kontinenti dhe do të funksionojë vetëm nga NATO. Objektivi do të jetë kundërshtimi i agresionit rus në Ukrainë duke përfshirë sulmet me raketa me rrezet gjatë dhe sulmet me dron. Zona e integruar e mbrojtjes ajrore do të mbulojë 3 termocentrale bërthamore operative të Ukrainës dhe infrastrukturën kritike në krahun perëndimor të vendit duke përfshirë qytetet Odessa dhe Lviv. Megjithatë, ajo nuk do të mbulojë pjesën lindore të vendit për shkak të frikës së një konfrontimi të drejtë për drejtë perëndimor me Rusinë. Një akt që do ta zhyst botën në kaos. Shefat e mbrojtjes dhe strategët ushtarak sugjerojnë që plani mund të arrijë ndikim të madh ushtarak, politik dhe socio-ekonomik se 10.000 trupa toksore europiane, raporton The Guardian. Plani u hartua për herë të parë në fillim të luftës në 2022 nga ish-pilotët e forcës ajrore britanike dhe ekspertët ushtarak në bashkëpunim me Ukrainën, por nuk mori kurrë dritën jeshile, teksa SBA po heq dorë gjithnjë më shumë nga mbështetja e saj për Ukrainën dhe si rrjedhoi për Europën planet për të ringjallur operacionin Mburoja e Qiellit, po shfaqen sërish përpjekja europiane vjen pasi zemra e luftës së Ukrainës mori një goditje masive pas përballjes historike të Trump dhe Zelenskit në zyrën ovale. Trump i zemruar ndërpreu furnizimin e SBA-ve me tanke luftarake, raketa me rrezet gjatë veprimi dhe sistemet mbrojtjes ajrore në vlerë miliarda dollar për Ukrainën. Ushtria e Ukrainës po përballet tani me një nga sfidat e saj më të mëdha që nga fillimi i luftës, të bëjë pa mbështetjen e plotë të SBA-ve. Për të shtuar të lashet, SBA ndaloi gjithashtu ndarjen e inteligjencës ushtarake, diçka që ndihmoi Ukrainën masivisht jo vetëm të pengonte sulmet ruse, por të niste sulmet e veta brenda Rusisë. Washingtoni revokoi gjithashtu klasifikimin REL-UKR, i cili më parë i lejonte Britanisë të kalonte në Ukrainë inteligjencën e prodhuar nga SBA. Si rezultat, HIMARS dhe British Storm Shadows të prodhuara në SBA tani janë pak a shumë të zhdukura duke i lënë Ukrainasit me sisteme të pakta mbrojtëse. Nëse jepet një dritë jeshile operacioni Sky Shield, mund të rezultojë të jetë një linjë kryesore e mbrojtjes për Ukrainën dhe Europën në një kontekst afatgjatë lufte. I vetmi shqetësim që kanë liderët perëndimor është se avionët luftarak perëndimor mund të vinë drejt për drejt në kontakt me rusët, gjë që mund të përshkallëzojë luftën dhe të përfshijë vendet e NATO-s. Megjithatë, mbështetësit e skemës argumentojnë se rreziku është i ulët. Rusia ka goditur Ukrainën me sulme masive gjatë NATO-s, duke synuar infrastrukturën civile dhe ndërtesat e banimit, a mund të plotësojë Europa boshllokun. Trump ka pohuar vazhdimisht se SBA ka shpenzuar 300 deri 350 miliardë dollar për ndihmën ndaj Ukrainës, shumë më tepër se Europa, por analizat e fakteve sugjerojnë se kjo është jashtëzakonisht e egzageruar. Instituti i Kielit, i cili gjurmon ndihmën globale për Ukrainën, thotë se shpenzimet reale të SBA-s janë 119.7 miliardë dollar, shumë më pak se pretendimi i Trump. A do të mblidhet Europa për ta mbajtur Ukrainën të armatosur? A do të detyrohet Zelenski në negociata me Rusinë? Apo Ukraina do ta gjejë veten gjithnjë më të izoluar? Me Trumpin që mban çelësat e armëve më të fuqishme të Ukrainës, hapat e ardhshëm mund të përsektojnë fatin e luftës.